nuk ka prind keq, nuk ka prind që nuk don. Menon që ti najher nuk është usill mirë me ty ose po menon që ka për të keqën tonë, ama Altea, shurit Altea, shumë kisha po çfarë ç'është morit. Ndriçimin nuk e kam atë fire se drita mu ka harxhu edhe kum shti me mush. Ama get ready with me për me dal. Me pini kafe. Si gjithmonë garniren, edhe mishën, po mishën më ka marrë Nita me vete. Pe përdore këta që preferumen tem. E qita një Q&A në Instagram, edhe e buna një pyetje se çka po keni çap me folën TikTok. Edhe një pyetje që më pëlqej ke çka kisha dashur me ditë in my 20s. Në 20-at jam hala, ama çka kisha dashur me ditë më përpara, që kimu lëndu prej njerëzve gjatë jetës. Jeta ka me të pru sprovat ndryshme që ti dosh me i përballu, mu mi përballu të na format qysh është mas miri, pa marrë shumë personale afer vetës. Jeta është e bukur, për para, për shembull jam stresu tepër për sene, s'do mos najher kur jam pa para, e kom pas tepër stres. Se zakonisht, mamin e kam bank ekonomike, mamit ja kom ja parë të mirujt, edhe që ato pare që jepi mamit mirujt, ato pare nuk isha ma, dhe kur du me bo diçka me të ardhmen. Kur po me te kështu, më thot mami, sa është mirujt paret? Të rrit, çdo hera ma shumë kam të shtu dashnia për familjen, edhe ki me kon shumë e ndjeshme, sidomos kur t'isha prind që janë tu flak, edhe një të ardhme, kur të rritësh, nështë okej. Unë s'mi me pranu faktin mos mi pas prind. Sani që kam më lëndu ma shumë te, kam e kon, kur ata nuk kam e kon pjesë e jetës ta, ma normal kur oh my god, s'moj, nuk më jas me menu, okej, po ndrejtim se nuk e di. Kërë kisha dosht me di që me kon motra madhe, nuk është let. Nuk është absolut let, jo motrat e mdoja, vllaznit e mdaj që jeni e dine. Se gjithmonë kime ndjeni përgjësi që do shumë kujdes për ma të voglit, edhe kime kon ajo dada, që kemi ju gallu qa bën e qa zbën. Tani për shambull, kur të shenit që vlla ose motra e të kalu në fazat që ti ki kalu, ki mu një shumë keq. Se kështë pas shafti për shumë minimu, ama është një sen që dyshysh nuk më në shmini mu, se edhe ata kanë i kalu fazat e njëta që i kalu te gabimet që i ke bote, për normal që është mirë me imsu, që shumicën e gabimet që i ke bote që janë gabimet që s'kanë qapën përsërit, më janë mësu që qëto sane nuk janë të mira për jetë. Kur për shamonin që ta që bëndë në 19 vjetë, qysh është e di që është në atë fazën e pubertetit, të i kalu ato dashurijat, atë moshën që i merë sanet ma ofër zemrës, i pak ma nervoz, nuk e din që shumë qasë me tjetrin. Edhe qysh ka njerë mununa me kuptu mone që se bot nervoz ose që se s'ka disponim. Edhe pse mone gjdo san e full me mu, ashtu është shumë i qalt, nuk e ka problem. Do me thonë mu qilë me mu mi kalzu problemet e veta, për normal që ki canet nuk t'i kalzën. Një sen të mirë që unë e bëj me munin, për shambull munin ka lokacionin shut, unë e di kush kam vlobja, me di me kanë të men, se sot kanë dërshu këtë shumë edhe shumica e qëtën e mosha po shkojnë rrugë që nuk bën me shku në rrugë t'i qia, po fillojnë me droga, me alkohole, po rinë me shoqni t'keqa, e shoqërzat nuk e kanë vllon të shku qasoj rrugë. Une jam rrit prej një prindi strikt që mu për shambull kur jam konë sa mune, ma e vogël. Mu babe, shoqnia jam që e kum pas të kalumen e din që nuk më kanë lanë me dalë kur kom pa munen. E sidomos me na jam konë në shkollë të mesme, e done një kafe, nuk jem dalë me pi, do më thonë për 3 vjetë veç vitin e fundit një herë kum dalë me shoqni për me pi një kafe, se babe mas orës 5 unë do fekon shpe. Edhe do më thonë, dhe në ora 5 nuk kum pas aktivitete me kry. Në shkollë jem thonë dhe në ora 1, mas orës 1 kum pas kër me Mahmutin e kum pas profesor. I'm sorry to say this, mamët po je kon shumë i shtirë, u kom tepër profesor i shtirë ato që jem konë e qëra me din, unë jem konë e qëra me gjimnaz gjusor. Masi që jem kry kurën, jem shku, jem konë zastret në kurs anglishtës, si jem kry kursen, jem kry shpjo do fri kry detyrat, se bobe që saru arpi punës, në hak shira jem kry detyrat krejt në regull me vi qysh dohet. Në herë, atëherë kum thonë, pse bobe s'm kalon me dal, nuk më kelon me shiju me shoshni, nuk më kelon as me shku në deti, as kur gjë, apo sot e vlerësoj, se nashta isha kon kitër kohë nëse kisha bo gabimet që nuk falen, po më kanë ajti për shumë gati edhe jam tepër krenare që më kanë strikt, po për shambull me munin edhe alti nuk është, shambull munin tash që ka leju dhe në ora 19 mënët me dalë, dhe në ora 19 mënët me dalë munin, po dhe natin vjen, ama prap munin ku dalë na e dina krejt, 5 minuta shkojnë atë. Unë s'kom pas botë madhe, s'kom pas motër të madhe për me mnajt gati, është me mlanë më thonë del, shlil se ki mu knaq, no. Unë u doft me dalë me munin, mas vetin. Na edhe në deti kërë na shku me familje, me fëmijë migjës, e dina tha, që mu s'm halon as me fëmijë migjës, nuk më halon me dalë pa munin. Nuk më halon me dalë pa munin. Që tha diqysh, sot jam shumë e lehtë me munin, se prej fëmija është e kum pas si motor, si vlla, si qik, si krejt. Edhe, për që ata munin është tepër i qaltë me mua dhe di që nuk kam me bo gabime në jetë.
E di që nuk kam me bo gabime të bëja net, e di që nuk kam me kona ideale që kam me lujt me femna, është në lëndu femna të mënyra që sot për ndodhen, për shambull, pjo të qesi video, foto pi kërcnojnë, për ndodhen loj gjona edhe pa pëlqimin e partnerit. Shqyqërzat, moni nuk është asaj rrugja, se tash pse e kam vlla nuk mëj me dal me thonë diçka që s'është, më jam të fol krejt vërtetat. Edhe si familja jena shumë të lumtur, e sidomos Altea, që është urritë ti ban 12 vjet qeshor. Edhe kur përshaj Altea të urrit, Altea është krejt kontra me neve. Krejt kontra. Altea e jeton një jetë dyqysh unë mundi se kena jetu. Altea i ka për kushtës me thonë se çka kena dosh babën e ka plotsu gjithë. Amo Altea, shurrit Altea, shumë kisha pas çfarë ç'është murit. Po menoj me dëshirat e saj që Altea vesh më çumra 12 natës i thon babit vetë sa babi shkon ja blen. Mu mi ka blej se jam kone vogël. Po pasi më bote të më djenë, ka thonë që blej vetë. Puna vetë, bëj porën tonë vetë. Edhe që pisa nuk kanë mësuar, jam mësu me bë porën tam, jam mësu me ditë me i respektu njerëzit që i kam offer qërime ta, mësu me këshu njerëzit për interes, se shumica sot këshyre me për interes. Këshyre me të shfrytzu që ato të mira që i ki, po nuk ka problem se tash njët kanë marrë njerëz që kanë me të mësu, pisha ty në gabimet, që janë që ti kemi bot, kemi mësu shumë, edhe tu rrit, kemi kuptu pse ka ndodhur ato sene. E unë jam tepër e lumtur që nuk ka ndodhur sene trashanike që sot i kisha ra pishman me jetë, pse kum bot sen ose pse kum bot çasen. Tani që i bi ma shumë t'i pishmanë që kum në YouTube-ën. Kur jam nisë muzikës, unë nuk u dosht, heq besu dosht, okej, bëj muzikë, po nuk u dosht me nolë, u dosht me vazhdu. Po, menaxhmenti nuk bën t'ja e artistit, apo do me nejt këto, apo do me nejt këto, po, dyshysh, fjalla artist nuk është vesh këngëtar. Artist me kon, do me thonë, te përfatëson shumë sanën to. Je piktor, je make-up artist, edhe je këngëtar, je vatar, je everything. Qaja karakterizon ty si artist. Nuk quhesh artist me pas vesh një profesion. Okej, quhesh, po e kam fjalën që nëse bën sane tjera nuk do të thonë që dal pi çati kontekstit të artistit. A unë jam e lumtur me çdo sane që i bëj. Jam e lumtur që shpo me jeta, mi tregu drejt, nuk është më që kum pas ankth ose depresion ose e kum pas ashtu një kuçe jam tuni tepër keq, jam tuni tepër mirë, kam rritën tepër të mirë, familjen mirë, dashurin e mirë. Everything is going great. Of course, faleminderit prej Zotit që ne ka çu këtu mundësi, e çdo mos që sot do bësh shumë e lehtë për me fitu para. Se mamët e u kanë tepër zor, çdo mos për prente tonë, çka kanë hek, plus lufta, emigrimet, e të tjera, ama na do me kanë shumë krenar për prente që i kena, edhe për mënyrën se çush na kanë rrit neve, edhe mi vlerësu deri në moment fundit që ata kanë me kanë prezant jetën tonë. Do me thonë me ditë me respektu prindën në formën më të mirë, edhe nëse mendon që ti ndonjëherë nuk është usill mirë me ty ose po mendon që ka për të keqën tonë, prindën nuk e ka asnjëherë për të keq. Ai do me thonë veç ka me të jap mësime të mira për jetën tonë, edhe ai ka qef me trujt ty. Nuk ka prind keq, nuk ka prind që nuk don. Veç nuk po di, s'kam koment, nuk më me ditë akon ai prind që nuk e don fëmijën e vet. Nëse kaq ishte për sot, ju dua shumë kalori bukur. Mua.